Diçka që ka shkuar zakonisht mirë është pritja që e kanë bërë fëmijët këtij modeli të funksionimit. Unë këtë të them me bindje të plot sepse kam zhvilluar bisedat pa numërta me nxënësit drejt për drejt në shumë prej klasave, në moment kur ata ishin duke ushqyer, në moment kur bëjnë aktivitete të ndryshme, qoftë në sallë sporti, qoftë në korridore apo në parqe të qytetit dhe për te klasës e kam fjalën dhe mirëpritjas që i kanë bërë fëmijët për nxënësit e ciklit 1-5 të këtyre 5 shkollave të mësimit tërditor, mendoj që është suksesi më i madh i këtij procesi. Pastaj në anën tjetër është edhe mirëpritja nga ana e prindërve në masë të madhe, sepse kemi sigurisht gjithmonë raste që në rrafshe personale mund të mos jetë modeli më i mirë për dikë, qoftë orari, qoftë çfarë do arsye tjetër, mirë po në rrafshin e përgjithshëm është prit jashtëzakonisht mirë për prindërve. Si është prit nga stafi, nga mësimdhënësit, nga kuadri i shkollave? Nga stafi është prit mirë, në masë të madhe kemi pas disa vështirësi në akomodim të orëve mësimore në fillim të këtij modeli, sepse nuk kemi gjetë dorë të zgjatur, të jemi sinqertë edhe nga niveli qendror që të bëjë një lloj rregullimi të normës, qoftë në zgjatjet kontratës, në kuptimin e orëve të përgatitjes dhe atyre të ekzekutimit, sepse nuk është më i njëjti modeli funksionimit sikur një mësimdhënës që mban 20 orë dhe 20 përgatitje në shtëpi. Pra në vazhdimsi kur është kërkuar diçka nga ana e komunës drejt ministrisë, nuk është që kemi gjetë shumë bashkëpunim dhe kjo na ka lënë të vetëm në adresimin e nevojave të mësimdhënësve dhe kërkesave të tyre. Pastaj fatkeqësisht në masë të madhe mësimdhënësit janë instrumentalizuar, konsideroj unë, ata që kanë qenë më të zëshëm në kundërshtim nga sigurisht edhe nga partitë tjera politike. Po kjo është pak e rëndësishme sepse në masë të madhe mësimi tërditor ka gjetë dashamirë edhe ka gjetë mikpritje të jashtëzakonshme edhe nga niveli i mësimdhënësve.